Besoj se keni vrejtë se më shumë po flitet për zgjedhje të reja se sa për konstituimin e kuvendit dhe të qeverisë. Dhe kjo çuditërisht lidhet me mos komunikimin e partive politike për të gjetur konsenzus, për të zgjedhur një president konsensual që i shërben të gjithë popullit pa dallim dhe nuk i shërben vetëm një partije politike siç ka shërbyer deri tash Vjosa Osmani, pra vetëvendosis. Rreziku për të shkuar në zgjedhje është më real se kurrë. Për zgjedhje flet Albin Kurti si fituesi i zgjedhjeve me 51%. Për zgjedhje flasin edhe partitë opozitare, të cilat nuk kanë dalë mirë nga raundi i fundit që u mbajt në dhjetor. Sidoqoftë, numrat janë ato që e përcaktojnë. Nëse Vjosa Osmani i siguron numrat për një mandat tjetër, atëherë në rregull është, por duhet ta dimë se ajo nuk i shërben popullit pa dallim, por do të vazhdoj të jetë në shërbim të vetëvendosis siç ka qenë.